Loti 3 i rrugës Qukës Qafloç, si pas hetimit që ka bërë emisioni investigativ Plugu, rezulton se ka një gjatësi 9.3 kilometra. Loti 3 nuk ka asnjë urë në ato 9 kilometra. Nuk ka asnjë tunel. Pra ka një teren më të zakonshëm. Dhe ka kushtuar me çmimet Sako ka kushtuar 87 milion euro. Ka kushtuar ky lot sa që ka kushtuar kilometri në rrugën e Kombit me 10 ura, tunele, si që dini vetë, dhe me gjërësi 27 metra. A e besoj se del shumë e qartë se çfarë hajdutësh të shpërftyruar janë këta. Pra 9 kilometra rrugë me gjërësi 10 metra rruga kushton sa rruga e Kombit, mesatarja rrugës Kombit me tunele dhe ura, kjo pas një tunel dhe as një urë.